Tani do të ndajmë detaje diçka tjetër që ka të bëjë nga bota, në fakt për botën, për Amerikën më saktësisht, por që po zhvillohet në Kosovë dhe bëhet fjalë për Americana Fest. Çka saktësisht është kjo, çka shënohet në Kosovë dhe detajet e tjera do t'i kuptojmë tash përmes Fationës. Mirëmëngjesi Fation. Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koavizionit. Në atmosferë festive dhe me aktivitetet të shumta kulturore, këtu në Prishtinë po mbahet Americana Fest, e cila mbahet çdo ditë, por edicioni si vjetëm ka diçka më të veçantë, pasi që po organizohet në kuadër të 250 vjetorit, do thotë të Amerikës, dhe së bashku të gjitha detajet i flasim me koordinatorin ekzekutiv të American Corner apo këndit amerikan, Dorim Hasaj, të cilin e kam këtu pranë. Dorim, mirëmëngjesi, kënaqësi që të kemi. Mirëmëngjesi të ju, faleminderit për vizitën. A na tregon pak më shumë në lidhje me këtë Americana Fest dhe më na tregu pak me detaje se kur ka nisë dhe çfarë është mbajtur, do thotë gjatë kësaj jave. Po, ky është në fakt edicioni 4 i Americana Fest, të cilin e organizon në Këndi Amerikan në Prishtinë. Për dallim nga 3 vitet e kaluara, ky vit është pak më special, kemi një edicion më special sepse i dedikohet 250 vjetorit të pavarësisë së Amerikës. Pra, komplet programi javor, do thotë programi 4 ditor, e ka tematikën kryesore, do thotë për vjetorin 250 vjetorin e pavarësisë së Amerikës. Aktivitetet tona kanë filluar nga dita e hënë, ndërsa sot jemi në ditën e fundit, pra dita e 4 dhe dita e fundit të aktiviteteve. Do thotë kemi filluar me aktivitetin e parë, i cili ka qenë, do thotë, NASA përmes inteligjencës artificiale. Më pas gjatë ditës kemi vazhduar edhe me një punëtori në përkthimin e artikujve nga Wikipedia të autorëve amerikan, ndërsa në fund e kemi përmbyllur me një sesion për Education USA, pra kemi pasur student të cilët kanë studiuar në Amerikë, në programe të ndryshme, qoftë në studime, qoftë në master apo në studimet postdoktorat, të cilët kanë ardhur dhe kanë folur para audiencës, duke ju ofruar mundësi dhe duke ju treguar eksperiencat e tyre dhe mundësi se si të aplikohet që edhe ata që interesohen të kenë mundësi të shkojnë dhe të kryejnë studimet e tyre. Ditën e dytë të martën e kemi pasur sesionin në hapësirën e jashtme, ku jemi vendosur para bibliotekës kombëtare me tenda. Do thotë ajo ka qenë hapur për gjithë, ka qenë që gjithë pjesëmarrësit kanë mund të vinë dhe të informohen për të gjitha aktivitetet që zhvillohen nga Këndi Amerikan e Prishtinë dhe nga partnerët tonë që cilët kanë qenë dhe i kanë bërë prezantimet për programet e tyre. Do thotë njëjtën kohë shumë partnerët tanë kanë ofruar edhe mundësi të pjesa e teknologjisë, pra të rinj kanë mund të informohen për programet e teknologjisë të cilat ato ofrohen prej tyre. Më pas kemi pasur edhe programe Fulbright, do thotë programi Fulbright është në Kosovë që disa vite me radhë dhe amerikanë të cilët kanë ardhur përmes këtyre programeve kanë pasur mundësinë para audiencës të tregojnë përvoja nga shtetet e tyre, si po shihen në tabelat secili ka ardhur dhe ka bërë prezantimin e shtetit të vet. Pra kjo ka qenë pjesa e dytë e ditës së martë, mandej kemi vazhduar me aktivitetet e tjera, cilat i kemi realizuar në hapësirat e mbrëmshme. Ditën e djeshme fokusi ka qenë te programet e teknologjisë. Pra kemi filluar me një aktivitet që ka pas të bëj me aktivitetet për printerin 3D, pra 3 dhe 3 kanë ardhur dhe janë mësuar se si të përdorë printeri 3D. Më pas ka qenë një program jashtëzakonisht i mirë që ka zgjuar interesim, pra ka qenë aktiviteti me burime të hapura përmes inteligjencës artificiale, një prej profesionën, nështë ta kësha thënë që janë për momentin janë ndër më të kërkuarat dhe ka zgjuar shumë interesim dhe audienca ka qenë shumë e kënaqur, cilën ne sipas indikacioneve, kërkesave mund ta mendojmë që në ta realizojmë edhe një program të tillë. Ndërsa në orët e pasdites e kemi mbyllur me një trajnim që ka të bëjë me rrjetin e Ciscos. Ndërsa sot, që është dita e fundit, do e kemi një quiz gjatë ditës, ku pjesëmarrësit mund vinë dhe të informohen më shumë rreth Amerikës. Pra do të ketë pyetje nga të gjitha vendet e Amerikës, të mirat që i ofron ky shtet, ndërsa më pas do e kemi një kafe me diplomat amerikan, ku diplomatja nga ambasada amerikane do të vijë dhe do bëj prezantime para audiencës për shtetin e saj, si dhe përvojat e saj në diplomacinë amerikane. Dhe për fund, jo më pak e rëndësishme, do përmbyllim me karaoke dhe një natë të lojrave të ndryshme amerikane.
Zoti Durim, në fakt një mundësi shumë e mirë për Trin që më u njoft pak më shumë me frymën amerikane, le të themi kështu, dhe po ashtu edhe me edukimin dhe kulturën. Po du me ditë pak më shumë lidhje me grup moshat që kanë marrë pjesë gjatë kësaj jave, edhe mbasi disa prej përshtypjeve të tyre që kanë qenë. Po, kësaj radhe ne fokusin e kemi pas pak më të gjerë, sepse në kuadër të programeve tona që kemi fokusi jonë është nga mosha 15-16 vjeçare deri në moshën 23 vjeçare, ky është target grupi jonë. Mirë po për hir të festivalit ne kemi bërë ndryshime, pra kemi planuar edhe mosha më të reja dhe mosha edhe më të vjetra. Po ka qenë e hapur për gjithë ata që duan ti provojnë ose ti shijojnë eksperjencat amerikane. A në tregon pak më ndetaje në lidhje me ato tash po shënohet edhe dita e fundit siç e përmende, edhe kisha dashur me ditë se çka kanë marrë krejt ata pjesëmarrës gjatë kohës sa kanë qenë këto. Do thotë më tregon detaje çish kanë mujt me u njoftë me këtë kulturë. Po, programi ka qenë shumë i ngjeshur, do thotë kanë qenë programe shumë interesante, shumë atraktive, të cilat kanë zgjuar kurreshtjen e audiencës dhe besoj se secili prej tyre ato që ka qenë në interesin e tyre e kanë marrë dhe kanë përfituar. Në njëjtën kohë kjo ka qenë mundësi e mirë sepse ne, siç dihet këndi amerikan në Prishtinë, jo vetëm ne, por edhe dy këndë tjera që i kemi në Kosovë, të gjitha programet dhe aktivitetet që i ofrojmë janë falas. Do thotë nuk kanë asnjë kosto të shtesë ose audienca nuk ka nevojë të paguajnë, vetëm vinë marrin pjesë dhe të do thotë të kenë një uri më shumë, të marrin një uri më tepër dhe në fund në disa prej programeve edhe të certifikohen. Në përgjithësi, e di që organizohet çdo vete përmende edhe ti që në fillim, më tregu pak sa është e vështirë me bëu këtë organizime dhe sa po arrin mbase këndi amerikan që më kriju një lidhje le të themi mes Kosovës dhe Amerikës. Po normalisht organizimi i një programi një javor merr kohë, është e mundeshme, është e zgjashme, sidomos kur jemi një pjesë më e vogël e stafit. Po do të thotë kemi mbrit deri tash, nuk kemi pasur probleme, normalisht vështirësi sfida gjithë ato i kemi pasur, po gjitha i kemi menaxhuar me kohë dhe po besoj që tash veç viti 4 ka përfunduar realisht i këtij festivali edhe ne çdo vit vetëm shkojmë duke u përmirësuar, duke marrë ide të reja dhe duke bërë një program sa më atraktiv. Normalisht çdo vit e ka nga një tematikë ndryshe. Më po vjen shumë mirë që ju ka shku mirë edhe ky vit, edhe kisha dashur me ditë tash duke qenë se jemi në fund bisedës, mbas edhe për vitet e ardhshme, a pritet me u zgjerue gjithë ky festival edhe çka pritet të thotë në edicionet e ardhshme? Në fakt në bashkëpunim me këndet e tjera, për shembull Prizreni në vitin e kaluar e ka realizuar edhe ata kanë bërë një festival të tillë dhe po presim që këndi amerikan Prizren edhe ata të vazhdojnë edhe në të ardhmen të sipas do të planifikimeve edhe ata të bëjnë festivale të tilla. Pra për ta vitin e kaluar ka qenë viti i parë dhe po shpresojmë që edhe këtë vit do e bëjnë edhe ata një organizim të tillë. Zoti Durim, ne të falenderojmë shumë për kohën, faleminderit që ishim me ne këtë mëngjes. Faleminderit dhe juve, kënaqësi. Atëherë Agnesi ishim me Durim Hasaj, do thotë koordinator ekzekutiv nga këndi amerikan, i cili na foli pak më shumë për Americana Fest, i cili po organizohet këtu në Prishtinë. Kaq sa i përket kësaj lidhje direkte, unë po e kaloj linjën te ju në studio. Faleminderit shumë Fatjona për këto informata, po ashtu edhe për kohën që kaluat në këtë ambient. Ndryshuam edhe ne pak nga studio, ndërsa tani me qenë se po shkon në ora 7:58 minuta, ne do të kaluajmë në një blok të shkurtër të marketingut dhe do të rikthehemi këtu në studio me Yoga me Rondinellën.